Në kryeqytetin serb të Beogradit po zhvillohet sot një protestë kundër regjimit të presidentit Aleksandar Vučić. Disa dhjetra burra të maskuar dhe të veshur me të zeza kanë arritur që në mëngjes në Parkun Pionier të Beogradit, derisa raportohet se presidenti serb i ka angazhuar për të friksuar protestuesit. Gjithashtu në Zeleni Venac është filmuar një grup i madh burrash të veshur me të zeza duke lëvizur drejt qendrës së qytetit, si ushtri thuhet në përshkrimin e videos së publikuar në Instagram. Ndërkohë në rrjetet sociale mbrëmë u shfaqen video të traktorëve të dëmtuar që gjatë ditës ishin parkuar rreth Parkut Pionier. Shpejt filluan spekulimet se këto dëme ishin shkaktuar nga njerëz që po ktheheshin nga pritja festive e studentëve në Terrazie. Por tani është publikuar një video nga vendi i ngjarjes, ku shihet se bëhet fjalë për djem të panjohur, të veshur me ngjyrë të zezë. Përndryshe studentët, të cilët po protestojnë që nga fundi i vitit kaluar, nisën pa kënaqësitë e tyre pas rrëzimit të një strehimoreje të stacionit e kurudhor në Novi Sad, ku humbën jetën 15 persona, që atëherë ata janë mbledhur në numër të madh në qytete të ndryshme të Serbisë, veçanërisht në Beograd, Novi Sad, Kragujevc dhe disa qytete të tjera. Sa kaq dhjetra traktorë janë parkuar përpara Parkut Pionierit në Beograd, pavarësisht se nuk kanë leje për ta bërë këtë. Shumica e traktorëve janë pa targa ose me targa të fshehura, duke ngritur dyshime mbi qëllimin e pranisë së tyre. Sipas media serbe Nova, ekzistojnë disa skenar të mundshëm nga ana e qeverisë për përdorimin e tyre. Një nga skenarët e përfolur është se traktorët mund të përdoren për të ushtruar presion dhe për të krijuar frikë me një përshkallëzim të protestës me synimin për të zvogëluar numrin e pjesëmarrësve në tubimin e së shtunës mbrëma. Gjithashtu disa nga kompanitë që posedojnë këta traktorë janë vizituar më herët nga presidenti Aleksandar Vučić. Megjithatë nuk është e bërë e ditur nëse atyre u është kërkuar drejt për drejt që të dërgojnë traktorët në Beograd. Ndërkohë qindra traktorë të tjerë janë parë të vendosur në pjesa të ndryshme të Beogradit, disa orë para protestës. Një teori e mundshme se ata janë pozicionuar për të bllokuar hyrjet kryesore të qytetit, duke penguar kështu pjesëmarrësit që të arrijnë deri te pallati presidencial. E teksa grumbullimi i njerëzve ka nisur prej më shumë se 2 orësh, në rrjetet sociale është publikuar edhe një video që tregon një incident në lagjen Zharkovo në Beograd, ku një automobil përplas turmën që po mbledhej për të shkuar në protesta. Studentët dhe qytetarët po shkonin drejt qendrës së Beogradit në drejtimi i Çukaricës, por mbledheshin në Zharkovo. Megjithatë, edhe pse ata po mbledheshin duke mos shkaktuar probleme, ndodhi një incident ku një shofer i panjohur kaloi me shpejtësi përmes turmës. Sipas informacioneve të para jo zyrtare që publikojnë mediat serbe, 3 persona janë enduar. Në video duket si shoferi godet një grua dhe pa u ndalur e mbart atë në pjesën e përparme të mjetit. Sa kaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pretendon se qëllimi i këtyre protestave është të nxisin luftën civile dhe të marrin pushtetin me dhunë. Ndërkohë, kolonat e studentëve nga Serbia perëndimore, qendrore dhe jugore janë nisur drejt kryeqytetit në këmbë dhe me biçikleta. Ata u pritën mbrëmë në Terrazia në qendër të Beogradit, ndërsa gjatë rrugës morën mbështetje nga qytetarët e zonave që kaluan. Të gjithë do të mblidhen sot në mesditë në pika të ndryshme të Beogradit dhe në orën 16 do të marshojnë drejt kuvendit të Serbisë. Studentët Beogradas, të cilët do të jenë mikpritësit e protestës, kanë ofruar strehim falas për kolegët e tyre nga qytetet e tjera. Për ditë të tëra ata kanë ndarë oferta për shtëpi, dhoma dhe apartamente në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, qytetarë të ndryshëm janë angazhuar për të ndihmuar me gatimin dhe shpërndarjen e ushqimit. Ndërkohë, përpara presidencës së Serbisë në Parkun Pionier janë mbledhur studentët që duan të mësojnë. Ata kanë paraqitur 5 kërkesa duke përfshirë afate për rikthimin në auditorët universitar. Ata disa herë kanë akuzuar studentët në bllokadë për stume fizike dhe fyerje. Në anën e tyre është edhe presidenti Vučić, i cili ka deklaruar se këta studentë po përballen me dhunë fizike dhe verbale. Ata janë fajtor vetëm sepse duan të mësojnë, ka thënë disa herë Vučić. Të njëjtën mbrëmje ai madje i ka pritur ata në presidencë dhe i ka lutur që të kthehen në shtëpi përpara protestave të sotme për të shmangur sulmet. Megjithatë, ata kanë deklaruar se do të qëndrojnë në Parkun Pionier për kundër protestë. Vučić pretendon se protestuesit e sotëm do të përpiqen të nxisin luftën civile në Serbi dhe të marrin pushtetin me dhunë prej tij. Madje ka deklaruar se do të jetë në presidencë gjatë protestave dhe se nëse duhet të marrin pushtetin me forcë, duhet ta vrasin atë. Faktin që po përgatitet luftë civile e ka paralajmëruar edhe kryetaria e kuvendit Ana Brnabić, e cila është referuar në disa video, ku sipas saj shihen përfaqësues të partive politike, organizatave jo qeveritare dhe ata që fshihen pas plenumeve studentore. Ajo ka pohuar se këta persona kanë përgatitur për ditë të tëra një grup shteti të dhunshëm dhe vrasjen e Aleksandar Vučić. Brnabić madje ka bërë thirrje që organet kompetente të reagojnë urgjentisht. Vučić nga ana e tij ka deklaruar të njëjtën se pjesëmarrësit në protesta studentore janë të paguar. Unë e di se si paguhet ardha në Beograd për mitingje. E di çfarë paguani, e di si mblidhen këto para dhe si përvetësohen.
Çdo aktivitet i organizuar në këto qendra rajonale është i financuar, transporti, ushqimi, të gjitha paguan. Unë ju pyes juve kush i financon këto? A mendoni vërtet se shërbimet tona nuk funksionojnë dhe nuk dim se sa paguheni, veçanërisht kur ata vetë egzagerojnë shumën, ka deklaruar presidenti.